Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe delikate, vështirësitë për të mbetur shtatzën dhe roli që luan gjendja emocionale në këtë proces. Shëndeti riprodhues dhe emocionet. Shumë gra dhe çifte kalojnë periudha të vështira kur përpiqen të sjellin në jetë një fëmijë. Pas muajsh, ndoshta edhe vitesh përpjekje të pasuksesshme, ndjenja e zhgënjimit, stresit dhe ankthit bëhet e pashmangshme. Ajo që shpesh nuk e kuptojmë është se këto emocione mund të jenë një faktor thelbësor që ndikon drejt për drejt në shëndetin riprodhues. Por si ndikon saktësisht gjendja emocionale në trupin tonë dhe pse ky është një faktor kaq i rëndësishëm në procesin e konceptimit. Stresi dhe fertiliteti. Trupi ynë funksionon si një sistem i ndërlidhur. Kur kalojnë periudha të gjata stresi apo shqetësimi emocional, truri dërgon sinjale që aktivizojnë sistemin nervor simpatik, i njohur ndryshe si mekanizmi i luftës ose arratisjes. Në këtë gjendje, trupi prodhon më shumë kortizol dhe adrenalin, hormone që ndikojnë negativisht në balancën hormonale. Rritja e kortizolit mund të pengojë prodhimin e hormoneve riprodhuese, të cilat janë të domosdoshme për ovulacionin e rregullt. Gjithashtu, stresi kronik mund të shkaktojë çikuilibrime hormonale që ndikojnë në cilësinë e vezëve dhe rregullsinë e ciklit menstrual. Pra, edhe nëse fizikisht gjithçka duket në rregull, stresi i vazhdueshëm mund të bëjë trupin tuaj të mendojë se nuk është koha e duhur për një shtatzani. Emocionet negative dhe trupi juaj. Përveç stresit, edhe emocionet si zhgënjimi, ndjenja e fajit, ankthi dhe depresioni mund të ndikojnë në mundësinë për të mbetur shtatzan. Ankthi i përhershëm krijon një gjendje të vazhdueshme tensioni në trup, duke reduktuar qarkullimin e gjakut në organet riprodhuese. Depresioni mund të shkaktojë ulje të dëshirës seksuale dhe mungesë të motivimit për të ndjekur një rutinë të shëndetshme për fertilitetin. Ndjenja e fajit ose zhgënjimi krijon një cikël negativ emocional duke rritur ndjeshëm stresin. Si të menaxhoni stresin për të përmirësuar mundësinë për shtatzani? Lajmi i mirë është se ka mënyra efektive për të menaxhuar stresin dhe për të përmirësuar gjendjen emocionale, duke rritur kështu shanset për shtatzani të suksesshme. Tani do t'ju tregojmë disa këshilla të dobishme. Teknika të menaxhimit të stresit. Praktikoni yoga, meditim dhe ushtrime të frymarrjes për të ulur nivelin e kortizolit dhe për të sjellë qetësi mendore. Bisedoni me dikë që ju mbështet. Ndarja ndjenjave me partnerin, një mik apo një terapist mund të ndihmojë në përballimin e emocioneve negative. Ndryshoni fokusin tuaj. Ndonjëherë duke u përqendruar në gjëra të tjera pozitive, si hobi apo aktivitete të këndshme, mund të ulni ndjeshëm stresin. Mbani një stil jetese të shëndetshme. Ushqyerja e kuilibruar, aktiviteti fizik dhe pushimi i mjaftueshëm janë thelbësor për një sistem riprodhues të shëndetshëm. Merrni ndihmë profesionale. Terapitë si masazhet relaksuese dhe këshillimi psikologjik kanë treguar efekte pozitive në përmirësimin e fertilitetit. Suksesi nuk ndodh gjithmonë menjëherë. Është e rëndësishme të mbani mend se rruga drejt shtatzanisë është e ndryshme për secilin person. Durimi dhe kujdesi për mirëqenien tuaj emocionale janë element thelbësor në këtë proces. Mos harroni, ka shumë gra që kanë kaluar të njëjtën sfidë dhe kanë arritur të bëhen nëna pavarësisht vështirësive. Nëse po kaloni një periudhë të vështirë dhe nuk po arrini të ngeleni shtatzën, mos e humbni shpresën. Kujdesuni për trupin tuaj, mendjen tuaj dhe lejoni kohën së duhur t'ju sjellë atë që dëshironi më shumë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.